Pse na duket sikur biem nga lartësia kur flem gjumë? Ju zgjoheni papritur në mes të natës, pothuajse duke u hedhur nga shtrati sepse ndjeni sikur po vini nga lartësia. Ju përjetoni një lëkundje, por nuk e kuptoni se çfarë ka ndodhur. Nëse ndonjë nga këto tingëllon e njohur, mos u shqetësoni. Ka shumë të ngjarë të keni përjetuar atë që shkencëtarët e njohin si hirja e gjumit. Gjithashtu, hedhja hipnike ose ndjesia e rënies. Ndërsa vetdia largohet nga trupi jon kur biem në gjumë, truri fillon të punojë ndryshe nga sa jemi zgjuar. Gjatë kësaj kohe, tranzicioni nga zgjimi në gjumë mund të ndodhë diçka e njohur si hile hipnike. Një hovë hipnik është një lëvizje e papritur që i ngjan një dridhjeje ose ndonjë gjëje që keni diçka të cilën ju frikson. Kjo lëvizje e çuditshme është rezultati një spazme, një shtrëngimi i papritur i pavullnetshëm i një muskuli ose një grup muskujsh që ndodhin edhe pa vetdije dhe ju filloni edhe ju duket sikur rrëzoheni.